Sonte luhet fati i sezonit për të dyja skuadrat nga Milanoja. Jemi në derbin e Madoninës miq të Trink Sport Definition, Inter Milan. Sot luhet pa diskutim fati i sezonit. Inter synon tripletën e madhe. Milan synon kualifikimin për në finale si biletën e vetme që mund ta çojë atë në Europë. Shumë e fortë do të jetë kjo super mes Inter dhe Milanit. Ju përshëndes miq të Trink, jemi në pamje të drejtë për ditën në stadiumin Giuseppe Meazza të Milanos për të ndjekur super sfidën të këtij kompeticioni Inter Milan. Me shumë mungesa të dy skuadrat, por pa diskutim ajo Inter që vuan mungesën e Marcus Thuram dhe shpreson që ta ketë në dispozicion në ndeshjen kundër Barcelonës, pasi do të jetë një tjetër sfidë vështirë. Kemi ardhur në pikën më kulminate të sezonit dhe Interi dhe Milani kërkojnë të fitojnë diçka, të fitojnë një trofe. Interi synon trofeun e parë të sezon, Milani synon trofeun e dytë pas asaj të Superkupës Italisë, ku poshën Milani me shifrat 2-3. Për të njëjtë informacionet, Inter luan në port me Jan Sommer, në mbrojtje Bastoni, Acerbi dhe Pavard, dhe mes fush Di Marco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella dhe Carlos Acuso, ndërkohë dyshja sulmit Correa dhe Lautaro Martinez, dyshja argentinase. Ndërkohë Milan në port me Mike Maignan, në mbrojtje Alejandro Jimenez, Pavlovic, Tomori dhe Theo Hernandez, Joao Felix në qendër të mesfushës. Fofana, Warren Bondo, Loftus-Cheek dhe Tijani Reinders në një pozicion disi të veçantë, besoj mund të jetë gabim skema, po pozicioni Reinders duhet ishte të paktën në mesfushë. Mbështesin sulmuesin kryesor që do të jetë Rafael Leao. Parë se të saltoj sfidat, do të respektohet 1 minuteshtje në nder të Atit të Shenjtë të Italisë të Vatikanit, Papa Francesco. Përfundoi këtu minuta heshtjes, shumica e ndeshjeve në Serie A u shtyn nga dita e hënë ku nda nga jeta Ati i Shenjtë i botës krishtere për të zhvendosur sonte, aty ku u luajtën në ndeshjet Cagliari Fiorentina, Genoa Lazio, Parma Juventus dhe Torino Udinese. Inter Milan u shty të shtunën, por sipas Serie A sfida do të spostohet të dielën. Një lajm jo aq i mirë për Inter, duke qenë se pas 3 ditësh do të jetë sfida me Barcelonën ditën e mërkurë, një sfidë që do ta transmetojmë live. Të dy skuadrat me uniformat zyrtare, Inter me bluzën e saj zi-4, Milani me bluzën kuqe zi. Kush do të triumfojë? Fusha lojës do ta përcaktoj. 1-1 ndeshja e parë, Çalhanoğlu dhe goli i shënuar nga Abraham kam bërë që sfida të përcaktohet në ndeshjen e dytë. Gjimi top të përshtatshëm, ky do të jetë mësi i mirë. Jo ky këtu. Tani gati të startoj sfida. Inter Milan. Dhe starton këtu Inter Milan, kush do të triumfojë? Një njerë ka Tomin Correa. Don Lautaro Martinez, Dani Ami Tomori, më njashkën mod përpara. Acerbi. Sommer. Carlos Augusto. Kombinon sakt me Barellën, kjo ndryrë nga Theo Hernandez, Loftus-Cheek. Rafael Leao, Acerbi. Bastoni. Fofana, gabon mi na Inter,
Acerbi, Fofana ka në djallë, gati provoj krosimin, Fofana dhe në cërë jashtë. Gabon, Jusuf Fofana, rivëj fundor për Jan Sommer. 85 fitore Interi, Gjisej kundër Milani, 73 fitore për Sikaqi, të goto për Rafaelau dhe përfdon jashtë, po ka një devim të Jan Sommer. Super pritje. Ka vërtet Zvicerian, godit e këndi. Reinders, Gabon Reinders, që në tentativën e tij për të krosuar. Lautaro Martinez, topet e Correa. Avancon Argentina si kërkon të shërbit tek patrioti i tij. Joaquin Correa, pasimi i saktë. Lautaro Martinez për umbet. Umbet nga Tomori. Reinders. Interi që vjen pasumes me Bologna në Serie A. Umbe 1-0, realizon një Eurogol Ricardo Orsolini. Dhe përsa i përket Milanit, arritën të mundeshin nga Atalanta 0-1. Dhe ko Rafaelau, pasimi dhe shënon! Warren Bondo, minuta 20. Inter 0 Milan 1. Inter 0 Milan 1 shënon. Warren Bondo. 0-1 sfida. Zhbllokoi derbi. Inter 1, Milan 2. Falli Bondos dhe Lautaro Martinezit. Pavard. Barella, Gabon, Barella. Topi të vju Correa, shtë në rjet, autogol ma një. E pavësueshme. Inter 1, Milan 1, sa shpepi parazimi, konfirmohet autogol i Mak Manja. Po kam përshtypje do tjetë goli Correas, sepse ai e preku. Nuk ishte kurse si një autogol i Manjas, pasi ai se preku fare duhej. Rafaelau do ko. Të do me njerë gol, Loftus-Cheek, Oditja Pavard, dhe ka ndalur dhe në pas Sommer. Super derbi, 2-2 sfida. Çdo parasim do të qënë në ndeshjen shtesë. Çdo rezultat që do të flise me favorin e Inter ose Milanit, do të bënë që ndeshja të mbylli këtu. Bondo. Loftus-Cheek ka në majtë, Tijani Reinders, topi ndalur, Pavard. Të largoje bën. Carlos Augusto, Gabon. Theo Hernandez. Ka përballë ti kapiteni Barella, topi me Carlos Augusto, fton Lautaro Martinez. Topi te Correa kërkon në krahun e majt Di Marco, në arrin ta pasoj sakt. Di Marco, Kitarian. Barella, Correa dhe ndar Tomori te Hernandez, ka një karambol, Carlos Augusto, vjet top në zonë, argon Joao Felix. Pavard. Acerbi, Bastoni, topi tek Di Marco. Di Marco çon te Çalhanoğlu, Lautaro Martinez, Gabon dhe ai, Joao Felix tek Theo Hernandez, Mike Magnato përpara. Inter sfidon Romën, siç u thash. Shikoni goditja. Mësa goli Correas të kërqohet as pak si goditje, ishte një karambol, një gabim fatal i Manjas. Lautaro Martinez, Correa, pra Inter sfidon Romën, Milani sfidon Venecian. Çalhanoğlu dhe një top ku lojtarët e Inter tuk marrin vesh dhe topi shkon në duart e Manjait, i cili shkermon përpara. Acerbi dhe gabim Bastonit. Rafaelau, Sommer, Loftus-Cheek, Rafaelau, Bastoni dhe shënon Milan 2-3. Është pozicioni i rregullt i Rafaeleaus. Është pozicioni i rregullt i Rafaeleaus, e goli është më se i rregullt. Një me 2. Mu dohet Inter të kryen të aksionin e fundit për përfundon këtu pjesa parë. Inter 1, Milan 2. Shënon për Milanin Bondo, bazon Correa, pa një gabim të Manja dhe më pas rikthehet sërish Milanin në avantazh me Rafaelau në minutën e 48. Super pjesa parë, 1-2 për Milanin, po që në fraksioni i parë, pjesa 2 do të përcaktojmë gjithçka. Rikthehemi sërish live.
Jemi këtyrë së shlaj mish me pjesë 2 të Inter Milan. 1-2 pjesa parë, Bondo për Milanin, Barazon Correa, shënon. Niko topi unë Carlos Augusto! Sa keq godet! Sa keq godet Carlos Augusto, nuk përfitoi. Di Marco, Correa, Lautaro Martinez. Pjekë top i ka buar për Barenën, Reinders. Në shluar në gjithë sezoni 5 derbi mes të dy skuadrave, do koto bi me Correa dhe Barzon Inter! Correa! Çfarë derbi po Akin Correan? 2-2 Inter! 2-2 Inter! O Akin Correa! Çfarë gabimi nga Strahinja Pavlovic dhe Inter Barazon 2-2. Dhe tani një derbi befasues për Correa, nuk e prisnim me thënë të drejtën. Çfarë super sfide Correa pa diskutim, është ai që po ndryshon derbin. Këtu përpara për Lautaro Martinez, këtu për brava Tomori, Manja, dhe un pas është. Theo Hernandez. Këtu brava tek Manja, këtu përpara i francezit, Di Marco tek Correa, Lautaro Martinez, vjen top tek Carlos Augusto, kërkohet dhe tjetër. Lautaro Martinez, Theo Hernandez, Fofana, këto pilar, Pavard. Barella, pasim nga buar, Joao Felix. Çon tek Fofana. Fofana tek Alejandro Jimenez, topi tek Rafael Leao, Warren Bondon. Do të harroj këtë gol, është i parë që shon me Milanin Barella. Do bësh tumbur Reinders. Reinders tek Bondo. Fofana në krahun e djathtë, Yusuf Fofana, Cherbi, në sak Di Marco. Kitarian, Lautaro Martinez. Çalhanoğlu topi shtumbur, rifito topi Çalhanoğlu, këto përpara kërkohet Barella në krahun e djathtë, Barella dhe Tomori, Barella do ta kthim brapa, po gabon, Barella topi shtumbur, Lautaro Martinez nuk arrin dot, largon Pavlovic. Rafael Leao. Inter me një kryendryshim largohet autori dy golave Correa, Arnautovic të go. Bondo ndër bastonin. Largon Mkhitaryan për Fratezin. Largohet edhe Carlos Augusto për Darmian. Pavard. Çalhanoğlu. Gol Lautaro Martinez, sak Pavlovic. Pavlovic e kthen brapa Magnato perfekt tek Theo Hernandez. Theo Hernandez nuk i ndaj Darmian topit e Reinders. Theo Hernandez, sak Benjamin Pavard, topi i francezit tek Lautaro Martinez. Arnautovic nuk e merr dot. Joao Felix. Desha drejt shtesës. Ka patur shumë raste, paktën në shënuar goli Correas, veçanërisht në shtesë. Di Marco. Topi tek Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, topi i humbur. Lautaro Martinez vonohet, Lautaro Martinez dhe ndryr Theo Hernandez. Sak ndryrja e francezit. Rafael Leao, Durna Cherbi, Çalhanoğlu, Di Marco, Arnautovic, kërkoi Lautaro Martinez, shumë i fort, del Manja dhe kontrollon. Do përpara kërkohet krahun e majt. Reinders, topi humbur. Theo Hernandez, topi dhe nga Pavard, sakta Cherbi. Darmian gabon, unë situa shumë. Reinders. Topi humbur nga Darmian. Lautaro Martinez. Topi dhe Arnautovic, shikoni mundësin. Marko Arnautovic dhe qëndrore. Inter mund të mbyllë ndeshjen që me këtë mundësi që pati Arnautovic, nuk shënon, topi shtumbur sërish Arnautovic, që këmë përfitoj Arnautovic, Manja, pret, i mrekullueshëm Mike Manja, pret godin Arnautovicit, dhe këndi, Figu të pëllësantje, Barella është l'autogol! Gol!
shkakton autogol në portën e tij. Inter 3 Milan 2. E pabesueshme. E pabesueshme Inter. Duhet është ajo finaliste dhe kështu është. 3-2 Inter Milan. Çfarë super sfide miq. Autogol Reinders. 3-2 Inter Milan. Duhet ta shoh përsëri atë momentin e golit. Momenti i golit është këtu. Topi në zonë, Barella dhe ka prit Manja, po çfarë bën Reinders? Nuk do të harroj kurse si këtë autogol. Çfarë bëhet këtu miq? Ky ishte derbi, më në fund fiton Inter një derbi numër 86 i fituar nga Interi, 73 fitore të Milanit. Derbi 5 fitohet nga Inter, 2 barazime, 2 fitore Milan, 1 fitore Inter, dhe kjo ishte fitore parë Inter në këtë sezon kundër Milanit. Arri kualifikimin dhe pret të sfidatën e radhës, që më shumë mundësi do të jetë Bologna, mund të kemi një Bologna Inter. Mi që ato duhet parë dhe paraqitja e Empolit, por me shumë mundësi do tjetë Inter Bologna. Një super derbi, 5 gola, shumë emocione, vetëm Tringu i përjetoi dhe ne si komentator dhe shumicës si tifoz e shijoj në maksimum. Mi që me ardhë për sfidës Inter Milan, bashkë me tu, natën e mirë.